Nga Sokol Pepushaj. Ka disa kohë që ambasada amerikane në Tiranë nuk ka asnjë komunikim politik me Edi Ramën apo Sali Berishën. Nga Washingtoni nuk vijnë as buzëqeshje diplomatike, as mesazhe inkurajuese, vijnë vetëm goditje të qarta, është njëstruara mbi kastën politike shqiptare që ka kapur shtetin, ka privatizuar pasuritë publike dhe ka vjedhur shpresën. Në vend të dialogut, kemi bomba që çajnë bunkerët e klientelizmit politik, të ndërthurur në mënyrë perfekte mes qeverisë dhe opozitës, mes oligarkëve dhe institucioneve të ashtu quajtura të pavarura, që u shërbejnë peshqve të mëdhenj me vilat e tyre në gjirin e Lalzit, te kodra e diellit e mëtej në Europë, Dubai dhe SBA. Sistemi politik në Shqipëri ka prodhuar vetëm pasurinë për zyrtarët dhe varfëri për qytetarët. Në 34 vjet, drejtësia nuk i është ofruar asnjëherë kullës, por vetëm kasolles. Por diplomacia perëndimore dërgonte sinjale kritike, atë klanet mafioze që sundojnë ekonominë, politikën, median dhe drejtësinë, i shndërronin ato në fishek zjarr për spektakël mediatik. Kontrolli absolut mbi pasuritë dhe pushtetet i ka bërë këto klane të paprekshme, por jo më të padukshme. Tani edhe ata që jeshtin kanë folur. Deklarata më e fundit e ambasadës amerikane është një rrufe direkte mbi sultanin e Surrelit. Fjalët e këshilltarit të lartë të dashur për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, Samuel Sampson, janë të qarta. Shtypja e fjalës, lehtësimi i emigrimit masiv, shënjestrimi i shprehjes së besimit dhe minimi i zgjedhjeve kërcënojnë vetë themelet e partneritetit transatlantik. Shqipëria është këtu. Kjo është Shqipëria që përshkruhet. Presion ndaj fjalës së lirë, emigrimi organizuar i rinis nga qeveria, zgjedhje të manipuluara me patronazhist dhe banda, shtet që sulmon qytetarët dhe mbron oligarkët. Të deklarat nuk e shpërndau asnjë ambasadë tjetër në rajon, vetëm ambasada amerikane në Tiranë, jo për Putinin, as për Orbanin, për Edi Ramën dhe regjimin e tij personal, është ndërruar në mallkim kombëtar. Ndërkohë, ushtria e patronazhistëve dhe analistëve të qeverisë po përpiqen të relativizojnë mesazhin. Disa thonë se kjo vlen edhe për Francën, edhe për Gjermaninë, edhe për zgjedhjet në BE, por Amerika nuk ka dërguar kurrë një notë verbale në Berlin për gjirin e Lalzit, as në Paris për kodrën e diellit. Ka folur për Shqipërinë dhe ajdutët që i kanë zënë frymën demokracisë. Kjo nuk është thjesht një deklarat, është paralajmërim për ndëshkimin që po vjen, nuk është më e koduar, as diplomatike, është fundi i durimit amerikan ndaj një klase politike që përdor demokracinë si kulisë për qeverisur me mafien. Prandaj, mbylleni gojën kur thoni që kjo s'ka të bëjë me ne. Amerika flet për ju, zotrinj Hajdut.